Në intervistën e dhënë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë shumë i ashpër me Iranin pas përgjigjes negative që i ka kthyer letrës së tij për një marrëveshje për armët bërthamore. Madje ai ka kërcënuar me bombardime dhe tarifa sekondare nëse Irani nuk arrin një marrëveshje me Washingtonin për programin e tij bërthamor. Në deklaratën e tij të parë që pas refuzimit nga Irani për bisedime direkte me Washingtonin javën e kaluar, Trump i tha NBC News se zyrtarët amerikanë dhe iranian po bisedonin, por nuk dha shumë detaje. Nëse ata nuk arrin një marrëveshje, do të ketë bombardime. Do të jenë bombardime të një lloji që ata nuk i kanë parë kurrë më parë. Ai shtoi se ka mundësi që nëse nuk arrihet marrëveshja, ai të vendosë tarifa sekondare ndaj Iranit, ashtu siç bëri 4 vjet më parë. Irani ju përgjigj përmes Omanit një letër të Trump që i kërkonte Teheranit të arrinte një marrëveshje të re bërthamore, duke thënë se politika e tij është që të mos angazhohet në bisedime direkte me Shtetet e Bashkuara gjatë fushatës së presionit maksimal dhe kërcënimeve ushtarake. Kështu citonte të njëjtën ministri iranian i jashtëm. Presidenti iranian riafirmoi politikën të dielën duke thënë: negociatat direkte me Shtetet e Bashkuara janë refuzuar, por Irani ka qenë gjithmonë i angazhuar në negociata indirekte. E tani po ashtu, lideri suprem ka theksuar se negociatat indirekte mund të vazhdojnë. Në intervistën për NBC News, Trump gjithashtu kërcënoi me tarifa sekondare për blerësit e madrave të Iranit dhe Rusisë. Ai nënvizoi se një urdhër i nënshkruar prej tij ekzekutiv javën e kaluar, duke autorizuar tarifa të tilla për blerësit e naftës venezueliane, mund të aplikohen edhe për Iranin dhe Rusinë. Më vonë të dielën, duke folur për gazetarët në Air Force One, Trump tha se do të marrë një vendim për tarifat sekondare bazuar në atë nëse Teherani arrin një marrëveshje. Do t'u japim disa jave, nëse nuk shohim ndonjë përparim, do t'i vendosim atë. Nuk po vendosim tani, por nëse e mbani mend, e kam bërë këtë gjë 6 vjet më parë dhe ka funksionuar shumë mirë, tha ai. Në mandatin e tij të parë, 2017-2021, Donald Trump tëroi që Shtetet e Bashkuara nga një marrëveshje e vitit 2015 mes Iranit dhe fuqive botërore, e cila vendoste kufizime të rrepta mbi aktivitetin bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Ai gjithashtu riftoi sanksione të mëdha amerikane. Që nga ajo kohë, Republika Islamike ka tejkaluar ndjeshëm kufizimet e dakordsuar në programin e saj të pasurimit të uranit. Irani deri tani ka refuzuar kërcënimin e Trump për të arritur një marrëveshje ose për të përballuar pasojat ushtarake. Fuqitë perëndimore akuzojnë Iranin se ka një plan të fshehtë për të zhvilluar aftësi për të prodhuar armë bërthamore, duke pasuruar uranin deri në nivelin më të lartë të pastërtisë që ata thonë se janë të pajustifikueshme për një program të energjisë atomike civile. Teherani thotë se programi i tij bërthamor është plotësisht për qëllime energjetike civile.